shkon drejt non grata, ndërsa Hashimi po vjen drejt Prishtinës. Afërsisht kështu po duken gjonat. Prandaj Kurti ka mobilizuar zëzorët e vet me rrejt e me shtrëmbru dëshminë e Rubinit. Po çfarë thonë zëzorët dhe çfarë tha James Rubin? Le ta marrim konkretisht. Nëse Albin Kurti, veterani i UÇK-s, do të kishte bërë krime lufte për shembull, do ta kishte dhunuar vajzën e Sokoloviçit në 98-ën, ose nëse Xhelal Sveçla, një veteran i UÇK-s, si patriot i zjarrt, do t'i kishte vrarë disa civil serb gjatë luftës, tash gjykata kërkon nëse Hashim Thaçi si lider politik i UÇK-s a ka pas kontroll efektiv mbi këta dy ushtarë dhe mbi gjithë aktivitetin tazëm të UÇK-s në terren. James Rubin e tha qartë, jo s'ka pasur as Thaçi, as komandantat kontrollin efektiv në terren. Edhe pse Thaçi ishte lider politik dhe luftëtar, nuk kishte as mundësinë ma të vogël teknike, as strukturën për të kontrolluar çdo sep të Kosovës apo çdo veprim të ndonjë ushtari në terren. Madje as komandantët e zonës kanë pas mundësi miq të mi me kontrollu efektivisht krejt ushtarët e tyre dhe terrenin. Sepse UÇK-ja ishte një organizëm i shpërndam, pa teknologji për komunikim në kohë reale, dhe thjesht ishte një kaos midis granatimeve të përditshme. Madje kjo mungesë kontrolli efektiv nuk është provuar as në rastin e generalit kroat Gotovina në Hag. Edhe pse Kroacia kishte ushtri të konsoliduar dhe strukturuar gjatë operacionit Oluja. Mirë po në kontrast me qeverinë e Kurtit që lutet për dënimin e Hashim Thaçit, qeveria kroate e mbrojti Gotovinën me institutet më të mira juridike dhe me ekspertë ndërkombëtar më të mirë që u angazhuan në raporte përballë parlamentit kroat dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare. Por mungesa e kontrollit efektiv miq nuk e mohon që Hashim Thaçi ka qenë lider politik i UÇK-s. E thot vet ai, e tha vet Rubin. Ai është lideri i përgjithshëm politik dhe me dinjitet i UÇK-s. Ama zuzarët dhe propaganduesit e vetëvendosjes janë thjesht në një fushat mashtrimi. Ata po rrajnë dhe shtrembrojnë dëshminë e James Rubin duke propaguar se Hashimi me demek nuk pas ka qenë luftë as lideri politik i UÇK-s, por Kurti i rrethuar nga Udba në Prishtinë nga zyrat e Moçit pas ka qenë një farë komandant kryesor. Sa që sharake, ja? Sa poshtë. Unë vetë, si protagonist i lëvizjes studentore të asaj kohe, e kam vizitu shpesh këtë zyrën e Demoqit, që quhej zyra përfaqësimit politik të UÇK-s, se që ishte vendosur midis Prishtinë. Para mendoj të shkon Thaçi vendosur Prishtinë, kockat e kishin prej. Mas shumë të çka bënte aty, Albini përmes përkthime negocion të lirimin në korridore humanitare për civil, si dhe shkëmbimin e ushtarëve me disa organizata ndërkombëtare si Kryqi i Kuq, si për shembull në rastin e zën rob të ushtarëve serb nga UÇK-ja në Shol. Kjo nuk është çështje historie pra, po kjo është për një grusht votash për pushtet po bëhet. Sa poshtësohen këta njerëz duke përdorur këtë lojë kaq të pest. Po ku ju dhem këtyne? Ju dhem se Hashim Thaçi është legjenda historike e konfirmuar edhe nga James Rubin, e për cilën fëmijët e Albinit e Djosës do të mësojnë në shkollë fillore, nëse të Albinit jo se i ka në Norvegji. Pra nuk është fare rasti që një zyrtar i lartë amerikan e vlerësoi Thaçin si figurë historike dhe më vonë Biden e quajti George Washingtoni i Kosovës. Këtyre ju dhem sepse Hashimi është legjenda. Ju dhem sepse nuk kanë fakte për dënimin e tij për kontroll efektiv në terren. Dhe më shumë se gjithçka, ju dhem sepse historia miq nuk shkruhet me rrana e me manipulime, por ajo shkruhet me fakte dhe me guxim. James Rubin, një figurë kyçe në diplomacinë ndërkombëtare të Kosovës, edhe një autoritet në menaxhim të konflikteve dhe të tranzicionit postkonfliktale, ka theksuar me argumente të pakundërshtueshme rëndësinë e Hashim Thaçit në procesin e ndërkombëtarizimit të luftës së pastër të UÇK-s. Ai po ashtu e konfirmoi se Thaçi në cilësinë e tij si lider politik dhe strateg i lartë i UÇK-s realizoi një menaxhim të jashtëzakonshëm të tranzicionit nga lufta drejt politikës, duke siguruar mbështetjen e fuqive globale, sidomos të SBA-s dhe të NATO-s. Kjo diplomaci e sofistikuar, e bazuar në dialog multilateral dhe konsensusin e brendshëm, me mbështetje të figura të rëndësishme të kohës, siç ishte Ibrahim Rugova, të gjitha partitë politike, lëvizja studentore, krimin e një koalicioni të unifikuar, për një ekipi të unitetit që udhëhoqi procesin e Rambujës në një pikë these historike për fundin e gjenocidit dhe ngritjen e shtetit pavarur të Kosovës. Në këtë kuadër, prandaj roli i Thaçit shfaqet si paradigmë e udhëheqjes politike në kushte krizash dhe konfliktesh.
ku ai arriti të bëjë një aktor politik me legitimitet të madh ndërkombëtar. Më vonë, ky transformim ishte thelbësor, ama shumë thelbësor për konsolidimin e shtetëndërtimit, duke vendosur Kosovën në agjendën e bashkisë ndërkombëtare si një subjekt politik i plot dhe i njohur. Respekt